Mos hani më tost, mjekët paralajmërojnë dëmin e madh që ju vjen prej tij. Tosti është një nga ushqimet më të konsumuar sidomos edhe për mëngjes. Kjo është një arsye se përgatitja e tij është shumë e thjeshtë, kërkon vetëm pak minuta dhe është shumë i shijshëm, por mjekët rekomandojnë që këtë ushqim ta hiqni menjëherë nga dieta juaj për shkak të përbërësve të tij. Sallami ose prosciuta që futen te tosti kanë vetëm 50 deri në 60% mish, me pjesën tjetër të përbërësve të shtuar që dëmtojnë organizmin tonë. Idealja sipas nutricionistëve është që prosciuta ose sallami të ketë të paktën minimumi 85% përmbajtje mishi, edhe pse gjëja më e mirë është të ishte 100%. Përbërësi tjetër i cili është i dëmshëm është djathi. Shumë prej djathrave që përdoren për të bërë tost kanë një cilësi vërtet të vogël të djathit të mirë. Djathi i tostit mund të përmbajë vajra të rafinuar ose përbërës të shtuar, që e bëjnë atë ultra të përpunuar. Nëse dëshironi të siguroheni që djathi që blini është i mirë, thjesht shikoni etiketën dhe sigurohuni të ketë të paktën 4 përbërës: qumësht, krip, ferment laktik dhe mullës.